Përshëndetje miqtë mi, jam shumë e lumtur t'ju shoh që jeni bashkuar me mua në këtë video. Jam shumë mirënjohëse se cilit për jush jeni çdo ditë duke u rritur më shumë dhe ju jam thellësisht mirënjohëse që po e bëjmë këtë komunitet akoma edhe më të bukur. Dua thjesht t'ju them që në qoftë se keni mundësi, dua ta shpërndani video të cilat i gjeni vërtet me shumë informacion edhe tek miqtë tuaj, nëse do t'ishte mundur edhe tek ato të cilët jetojnë jashtë shtetit, pavarësisht se ndoshta mund t'i kuptojnë ato edhe në gjuhë të ndryshme, unë do ta vlerësoja shumë nëse fjala në shqip do t'ju shkonte edhe për këto informacione të cilat janë të sjella në një mënyrë të këndshme, mendoj unë, të paktën nga ana ime. Nëse keni mundësi gjithmonë, nëse nuk keni mundësi është totalisht e pranueshme. Faleminderit që jeni këtu dhe sot do të flasim për diçka vërtet shumë interesante. Dikur pash një video e cila thoshte: nëse ti ke manifestuar një person dhe ke parë që nuk ka arritur gjëkundi dhe ke vendosur që të shkëputesh, pra ti thjesht bën detaching, ti thjesht vendos që mos mendosh më për të, vendos që të jetosh jetën tënde në rregullat e tua, në mënyrën tënde dhe thjesht të thuash ok, nuk ishte shkruar edhe thjesht ecësh përpara. Çfarë ndodh? Ti je totalisht detached, ti je totalisht të shkëputur dhe krejt papritur, ky person fillon të shfaqet kudo. Emri, gjëra që të lidhin me të, ndjesitë të kthehet, të duket sikur ka një person atje që e ka marrë malli për ty dhe pikërisht janë të gjitha këto ndjesi që tregojnë se dikush tjetër po të manifeston ty. Dhe kjo është e bukur, se unë e kisha lexuar këtë gjë dhe në fakt nuk e di nëse e besoja. Nuk e di nëse doja ta besoja, nuk e di nëse isha në gjendje në fakt ta besoja në fillim. Sepse kjo ka të bëjë shumë edhe me mënyrën se si ti e percepton gjërat. Edhe krejt papritur ty mund të duket sikur vërtet mendon se një person mund të manifestoj apo të bëj gjërat për të menduar për ty apo sidomos kur mund të kesh një lloj shkëputje nga ky person që nuk është e duhura. Pra në mënyrën kur ti thjesht e di që ky person s'ka për të menduar kurrë për mua, mbas kësaj që ndodhi, ose mbas mënyrës se si u shkëputën gjërat. Dhe pikërisht ti vendos që thuash, ok, do dalë një kafe me miqtë e punës. Grupi është i tillë, ka djem, ka vajza, ka shumë njerëz. Dhe ti thjesht je në paqen tënde, thjesht ke vendosur të jetosh me rregullat e tua, me mënyrën tënde, pa i kërkuar askujt leje, pa të bërë asnjë lloj po dal këtu, po shkoj atje, sepse nuk ke më kujt ja bësh këtë gjë. Thjesht ti do që të ecësh përpara. Dhe çfarë ndodh? Ulesh në atë kafen dhe emri i kafes është një lloj emri që ty të kujton eksaktësisht personin. Ose vjen kamarieri dhe në faturë kur ti sheh faturën e sheh që ka emrin njësoj si personi që ti je përpjekur të shkëputesh, pra të mos e manifestosh më. Fillojnë të dalin biseda, tema për cilat ti mund të kishe diskutuar me vetëm një person. Krejt papritur je duke i diskutuar ndoshta një rreth më të gjerë, por kanë atë ndjesinë e të qenit të veçanta për ty. Kjo më ka ndodhur. Dhe fillova të mendoja, krejt papritur u ktheva te ajo video që unë kisha parë, te ajo video që thoshte se pikërisht në atë moment kur ti je totalisht të shkëputur, nuk pret më asnjë lloj mesazhi, asnjë lloj përgjigje, asnjë lloj fjale. Krejt papritur ti kupton që ndoshta ky person po mendon për ty. Dhe kjo duket vërtet e jashtëzakonshme. Nuk e di nëse ju ka ndodhur, por thonë që në fakt mënyra më e mirë për të manifestuar një person është duke u shkëputur plotësisht. Pra, ti e shpreh dëshirën,
e thua, e di është ndër më të vështirat. Nuk e bën dot, sepse ti do të zgjohesh, sepse ke edhe atë dualitetin mes law of attachment dhe law of detachment. Pra, ke dualitetin mes të bësh rituale ose teknika manifestimi që të ndihmojnë ty të afrohesh me këtë person, pra ti zgjohesh në mëngjes, jeton sikur këtë person e ke afër, apo të bësh detach, pra të mendosh sikur ky person nuk ka ekzistuar kurrë në jetën tënde dhe thjesht ti e ke shprehur një herë një dëshirë dhe ti thjesht vazhdon me jetën tënde. Dhe të dyja kanë ato vështirësinë e vet. Në radhë parë, nëse ti do të vazhdosh me law of attachment ose law of attraction, me ligjin e tërheqjes, me ligjin e të qenit gjatë gjithë kohës në mënyrë konstante duke menduar këtë person sikur është i yti, sikur ti ke jetën me të, sikur çdo gjë, ke gjithmonë këtë riskun që ti duhet të jesh konsistente, duhet të jesh gjithmonë në linjë me universin, nuk duhet mendosh asnjëherë për asnjë sekond vetëm që ti nuk e ke këtë person, nuk duhet në asnjë moment. Madje duhet edhe të flasësh sikur flet me të, duhet edhe kjo mund të kaloj në shumë delulu, pra në deluzione që ndoshta për një pjesë të mirë të njerëzve që e mbështesin fort logjikën e tyre, nuk është normale. Dhe çfarë ndodh? Në momentin që ti do kesh law of detachment, pra ligjin e shkëputjes, kjo mund të jetë shumë herë më e lehtë për disa njerëz. Dhe për disa të tjerë jo, sepse nuk e imagjinojnë dot që thjesht ta thonë një shprehje, një dëshirë, të thonë dua këtë personin të jetë me mua dhe pastaj thjesht të vazhdojnë jetën, sepse ju duket sikur e kanë harruar, sikur ndoshta nuk po i bëjnë gjëra siç duhet dhe pikërisht është gjithmonë ka ato, është si thik me dy presa gjatë gjithë kohës secili prej ligjeve, por natyra njerëzore ka pak të vështirë të harroj. Nëse ka shprehur një dëshirë do ta përmend ato kudo. Domethënë, unë dua të blej një makinë dhe fjala vjen e përmend kudo me këdo që mundem, dua të blej një makinë, nuk e di se si mundem ta gjej, ku ta gjej, të lirë, të mirë, që shpenzon shumë, të bukur, të kuqe, të verdh, blu, gjitha ngjyrat. Dhe imagjinoni pak se sa e vështirë është kjo në momentin kur ti ke të bësh me personin tënd të zemrës ose me personin që ti pretendon që të kesh gjithë jetën. Dhe ideja është e tillë. Edhe nëse ti je përpjekur të manifestosh, je përpjekur ti bësh gjëra siç duhet me law of attachment, me law of attraction, pra me ligjin ku ti e ndjek me teknika të ndryshme manifestimi dëshirën tënde, sepse nuk dua të asnjë moment ju të bëheni të varur ndaj një personi. Ideja është aty, ti manifeston me mënyrën tënde. Ti mund të manifestosh thjesht dua një njeri perfekt që të më dashuroj me gjithë zemër, ashtu siç di unë të dashuroj, të më dashuroj me të njëjtin intensitet, me të njëjtën thellësi, me të njëjtën gjerësi, me të gjitha gjërat. Dhe ajo çfarë ndoshta nëse keni provuar pra këtë teknik, ndoshta për t'i bërë edhe një test vetes tuaj, mund ta provoni këtë teknikën e detachment, pra të shkëputeni nga ky person edhe thjesht të mendoni do dal për kafe me miq në udhëtime dhe do bëj gjërat siç dua dhe do dal edhe në atë takimin që më kishte rregulluar shoqja dhe nuk e di, ndoshta nuk e ecën me atë personin, por të paktën nuk do kesh ato pikpyetje, do e dish, kaq e thjeshtë është. Dhe çfarë ndodh? Bëra një udhëtim, jo më pak se dje mbasdita. Dhe që në momentin e parë makinën e kishte një koleg pune dhe ishim edhe disa kolege të tjera pune të gjithë bashk. Nisemi me makinë dhe mundem të them se që në momentin e parë unë thjesht nuk doja të mendoja fare për asnjë person tjetër. Doja thjesht të mendoja për sa mirë do e kaloja unë me miqtë e mi. Janë koleg pune, por janë vërtet miqtë e mi. Mund të ndjej vërtet që janë miq sepse më janë gjendur afër në kohë të vështira. Më kanë thënë fjalë të mirë edhe kur nuk jam ndjerë shumë mirë me veten time. Kanë qenë afër edhe në këshillat e tyre, kanë qenë afër në mënyrën se si ne i kalojmë edhe situatat e punës, sepse duhet thënë
pjesa e punës zë një përqindje shumë të madhe të jetës tonë, sidomos kur nuk është se ke dy punë ose nuk është se ke një jetë shumë aktive. Kryesisht pjesa e punës të mbetet, domethënë rreth asaj çfarë të rrotullohet jetën. Kjo nuk është normale, por me kushtet që kemi në Shqipëri, kjo është më mira që mund të bëjmë. Prandaj udhëtimet që i kemi ndoshta pak të rralla, por shumë të mirë pritura. Dhe ndodh që në momentin e parë që nisemi me makinë, ishte emra, situata dhe çdo gjë që më kujtonin persona të caktuar. Dhe isha I'm detaching. Unë jam shkëputur nga kjo gjëja. Mua nuk më intereson fare, domethënë unë jam këtu me njerëz që ndoshta nuk e kanë ditur kur se çfarë rëndësie ka pasur diçka për mua. Po flas për gjën më të veçantë dhe kur vjen puna, pikërisht në ato momente shkon tema bisedës në pikërisht të gjërat veçanta. Dhe I'm like, what? Si ka mundësi? Ne po flasim për një gjë që unë ta kem diskutuar vetëm me një person të caktuar. Emri i këtij personi të caktuar më shfaqet kudo. Më dukej unë do t'ju sjell këtë video e cila është nga Bell, është Twilighti, filmi, nuk e di nëse e keni parë, por Bella dhe Edward kanë një pjesë, kur është kjo pjesa, kur Bella është ndarë nga Edwardi. Nuk janë bashkë, sepse Edwardi nuk e donte në jetën e vet. Dhe gjë çfarë ndodh? Bella i kishte thënë Edwardi që do t'jem gjithmonë pranë teje. Dhe kjo për ta testuar këtë gjën, shkon dhe përfshihet në situata ku i rrezikohej jeta. Dhe Edwardi, shpirti i tij, eksaktësisht esenca e tij, ja ku shfaqet. Dhe çfarë ndodh? I kam djerë sikur kjo gjëja nuk është më film, por sikur ishte vërtet jeta ime. Kështu jam djerë. Sikur esenca e një personi tjetër është shfaqur eksaktësisht mua aty përpara meje. Dhe unë nuk kisha duke e përfshirë veten time në asnjë situatë ku unë rrezikoj jeta, por thjesht ishte një situatë ku unë thjesht isha totalisht detached, kur unë isha totalisht e shkëputur. Po këndoja me zërin në kup të qiellit, po shijoja rrugtimin, isha me my besties, isha me njerëz shumë energjik, shumë pozitiv, të cilët më rrethonin me një lloj ndjesie sikur vërtet nuk ka nesër, domethënë ishte një udhëtim to remember, domethënë vërtet për të kujtuar për jetë, sepse ishte vërtet shumë e këndshme. Çdo gjë që bëm, që nga momenti i parë deri në momentin e fundit, dhe prapse prap në pikërisht në këtë pikë kur unë isha totalisht detached, ishte ky person që vetëm vinte dhe shfaqej në mënyra nga më të ndryshme, si për të më kujtuar që ndoshta ti më ke manifestuar. Dhe ndoshta gjërat nuk kanë shkuar ashtu si duhet, por gjej çfarë. Tani jam unë që po të manifestoj ty. Dhe kjo ishte perfekte. Dhe unë nuk e di. Në fakt do doja që ne të mund të bënim ndonjë lloj testimi tjetër. Nuk e di sa për jush mund të ndihmojnë në këtë. Por do ishte vërtet shumë interesante që ta bënim një tjetër testim dhe ju të lini këtu dëshminë tuaj. Nuk ka nevojë për të përmendur emra, nuk ka nevojë për të përmendur histori, nuk ka nevojë për të përmendur absolutisht asnjë lloj gjëje, ashtu siç as unë nuk po ju them. Thjesht po them që Bella dhe Edward kishin këtë lloj lidhje. Tani më thoni ju, sa Bella dhe Edward ka atje? A jeti Bella me një Edward? Apo keni dëgjuar që dikush tjetër mund të ketë qenë Bella dhe ti ke qenë Edwardi për të? Ishte vërtet shumë interesante, sikur vërtet dikush të vinte dhe t'ju thoshte, hey,
e di që unë kam manifestuar për ty sepse pikërisht në këtë ditë kam pas mendjen tek ti. Pikërisht në këtë ditë kam pas mendjen tek ti dhe pikërisht në atë ditë ti kujtohesh që je zgjuar në mëngjes dhe ke thënë do ishte mirë të kishim pirë në kafe sot. Ose nuk e di, thjesht në ide kështu. Ishte vërtet shumë interesante të gjithmonë kjo ka qenë një ndër gjërat që më ka fascinated, nëse mund ta them, më ka bërë më të apasionuar sa nuk e ke iden tek ideja e të funksionuarit të telepatisë dhe intuitës dhe lidhjeve përmes brainwaves, pra përmes valve të trurit. Dhe kur dëgjoja Rhonda Byrne që thoshte se njerëzit funksionojnë si kulla në të cilat ti shpërndajnë energjinë, shpërndajnë këto valë mendimi, shpërndajnë pra këto fjalë ose dëshirë ose nuk e di, dhe tjetri kudo ku tjetë arrin ta perceptoj. Ne mundet të lidhemi me kullat e telefonit vetëm në një val, vetëm në një sasi të caktuar, pra është një perimetër i caktuar që arrin të kapin këto kulla të transmetimit ose të telekomunikacionit. Por imagjinoni pak se çfarë vale arrin vala e trurit. Wow, nuk e di, është vërtet e jashtëzakonshme. Është vërtet e jashtëzakonshme. Është ndër gjërat që më bën më shumë të mendoj dhe është vërtet një ndër gjërat në cilat kam dashur shumë të studioja psikologjinë, vetëm për të kuptuar më shumë në lidhje. Në fakt, në studimet e mia në gjimnaz kam studiuar sociologjinë dhe sociologjia kishte ndarjen përmes etiketimeve të njerëzve. Dhe ishte vërtet shumë interesante dhe unë mendoj se njëjta gjë ka ndodhur edhe kur është bërë ndarja e shenjave të horoskopit ose mënyrën se si ne ndajmë se cilës shenjë horoskopi përkasin më shumë psikopatër ose serial killer ose gjeni ose nuk e di, janë vërtet shumë interesante këto dhe vërtet më kanë gjithmonë më kanë bërë që të mendoj pak më thellë. Ndoshta në një përpjekje të vogël timen për të kuptuar më shumë në lidhje me mendjen njerëzore, me mënyrën se si funksionon truri, ka qenë edhe kjo thirrje imja e shpirtit tim për të drejtuar deri diçka që arrin të ma shpjegoj se si funksionojnë këto gjëra dhe vërtet, domethënë një përgjigje e kësaj thirrje së shpirtit tim ka qenë eksaktësisht kjo. Pra, mënyra se si unë kam filluar të studioj, të lidhem më shumë me pjesën e manifestimit, mënyrës se si funksionon energjia. Ndihem gjithmonë e më shumë e habitur, nuk habitem, por prap më habit diçka, nuk di nëse mundem ta shpjegoj diçka të tillë. Është vërtet diçka që unë do thoja, po, pavarësisht se sa e pa logjikshme mund të duket, në fakt ka logjikën e vet. Dhe pavarësisht se sa e çuditshme mund të duket, është totalisht e mundshme dhe është totalisht e vërtetë që kjo gjë ekziston. Dhe them me veten time vetëm këtë, që si ka mundësi që të jetë vërtet kjo gjë. Pra, do doja vërtet nëse edhe dikush nga ju e ka testuar këtë gjë më përpara, do doja vërtet nëse do të kishim një dëshmi shumë të vogël ose vetëm një rast të vetëm kur dikush tjetër ka thënë këtë. Dua vërtet ta vërtetoj nëse ajo që e kishte publikuar këtë video, ku thoshte se në momentin kur ti shkëputesh dhe ti sheh emrin e këtij personi të shfaqet ose portretin e tij ose të fliten gjëra rreth një personi të caktuar, pikërisht ai person po të manifeston ty. Dhe dua vërtet që të ekzistojë diçka ose të dalë dikush dhe të na e vërtetoj këtë gjë. Unë mendoj se në momentin që aty ku te kjo video ku unë e pash, ku unë e lexova, mendoj se në momentin që e ka thënë, nuk e ka thënë kot, pra do të thotë dikush tjetër mund edhe ta ketë testuar, por të duket shumë e habitshme kur ti e teston vetë.
edhe pse ti në një farë mënyre e di që ka kaq shumë gjëra të palogjikshme që thjesht truri ynë është shumë i vogël për t'i perceptuar. Dhe nëse ti vërtet nuk arrin t'i kuptosh këto gjëra, do thotë që ti duhet punosh me trurin tënd dhe të mos e lësh të myket, dhe të mos e lësh të trashet, sepse këto gjëra funksionojnë. Ka pasur shkencëtar të jashtëzakonshëm të cilët e kanë thënë që shpirti ekziston, të cilët kanë thënë ka shumë gjëra për manifestimin dhe ti të dalësh dhe të më thuash mua që manifestimet nuk funksionojnë. Ti nuk flet dot me Zotin. Unë thjesht i despise these people. Do të thënë doja vërtet që të mund të zhdukeshin sepse janë vërtet shumë njerëz të kot. Pra nuk kuptojnë asnjë gjë nga jeta dhe vërtet nëse ti nuk kupton asnjë gjë nga jeta, ti jeton kot. Ti jeton kot dhe duhet vërtet totalisht që ti ta vësh trurin tënd në punë, të është dhënë truri yt, vendose në punë, fillo beso në Zot, fillo foli vetes tënde pozitivisht, fillo nuk dua që të ngjaj shumë e egër ose nuk dua që të ngjaj shumë sikur po ju them njerëzve të tjerë që s'keni çfarë bëni, ikni dhe mund të përfundoni me shortin që ju ka rënë, por jo. Nuk është kjo. Kjo do doja në fakt ndoshta doli pak keq, por ajo çfarë unë do doja vërtet do ishte që shumë më shumë njerëz të vinin trurin në punë. Dhe në vend që të më lën komente këtu që ti je çmendur, ti po hedh fall, ti po bën magji, jo. Ulu dhe puno pak fare me trurin tënd dhe ti do arrish të kuptosh se sa e mrekullueshme është bota. Dhe vërtet që nga momenti kur ti merr frym, thjesht merr frym dhe ti mundesh të jetosh dhe provoje të mbyllësh hundët për më shumë se 4 minuta dhe ti nuk jeton më, unë nuk e di se si ti nuk mundesh të besosh në magji. Unë mendoj se kjo është në radhë par magjiave. Ti merr frym dhe ti jeton. Imagjinoj se sa e mrekullueshme është kjo gjë. Imagjinoj se sa magjike, nëse nuk ka fjalë tjetër për ta përshkruar mrekullinë në kulmin e saj. Imagjinoj se sa magjike është kjo gjëja dhe vërtet, nëse ti nuk arrin truri yt i vogël, nuk arrin dot ta kuptoj magjin, pra të marrësh frym dhe të arrish të jetosh. Ti këtë frymën tënde po harxhon kot, prandaj merr dhe mëso tani që fryma jote të ketë vlerë, të ketë vërtet vlerën që duhet të ketë. Merr dhe mëso tani në lidhje me trurin tënd, mëso tani në lidhje me energjinë, me çdo gjë tjetër se si funksionon jeta. Merr dhe mëso tani. Nisi nga videot e mia. Janë me modesti, po e them. Po e them janë vërtet shumë edukative. Prandaj nuk e di, do doja vërtet shumë që të mundet vërtet të më jepni edhe ju një dëshmi tuaj në lidhje me gjërat se si ju e kuptoni që të tjerët po ju manifestojnë ju. Shihemi në videon tjetër.